Mund ta nis me lajmin e fundit pasi sa ka përfunduar takimi zyrtar midis presidentit të Republikës Sergio Mattarella dhe ish kryeministrit pra Matteo Renzi. Është zyrtarizuar dorëheqja e kryeministrit Renzi si dhe sekretari i përgjithshëm i presidencës italiane sapo ka dalë në një deklaratë për mediat ku shprehur se prej ditës së nesërme në orën 18 do të nisë konsultimet me grupet politike, me grupet e partive politike pra mes presidentit të Republikës. Tashmë kriza është hapur, në këtë moment kriza është hapur, përsi siç të veti skenaret janë të shumtë. Kryeministri apo ish kryeministri Matteo Renzi pak para se të takohej me presidentin Mattarella ka deklaruar se nuk është ai që vendos se kush do të jetë qeveria e ardhshme, por do të jenë grupet politike, grupet partijake që do të vendosin se si do të jetë e ardhmja e Italisë. Ai ka shprehur opinionin e tij në emër të partisë së tij, pasi kujtojmë se është lideri i Partisë Demokratike, se do të mbështesë krijimin e një qeverie me përgjegjësi kombëtare, që do thotë pra krijimin e një qeverie ku do të marrin pjesë të gjitha forcat politike. Por ndërkohë kemi opozitën italiane me të përfaqësuar nga Lëvizja Pesye apo nga Lidhja e Veriut, të cilët janë shprehur me votë kundër, pra nuk pranojnë asnjë lloj qeverie përveç një zgjedhje të reja. Pra kërkojnë menjëherë që populli italian të votojë, gjë që sipas presidentit të Republikës nuk është e mundshme pasi aktualisht Italia nuk ka një ligj elektoral. Gjithashtu ky fakt është mbështetur dhe nga ish kryeministri Renzi, i cili thotë që nëse do të shkohet në votime, do të shkohet në muajin shkurt, pasi deri në 24 janar është parashikuar që konsulta parlamentare të marrë në shqyrtim ligjin elektoral, i cili do të zgjidhë mënyrën se si zgjidhen parlamentarët, deputet, po dhe parlamentarët senator, dhe vetëm pas miratimit të këtij ligji mund të arrijmë pra në zgjedhje. Kriza është komplet e hapur, do të shohim se si do të shkojnë zhvillimet me grupet e partive politike duke u nisur që nga dita e nesërme. Por ndërkohë vazhdojnë dhe të qarkullojnë emra se kush do të drejtojë qeverinë e re. Flitet për ministrin e ekonomisë, Carlo Padoan, një figurë që gjatë orëve të fundit po bie për vetë faktin sepse Italia ka miratuar ligjin e buxhetit dhe tashmë situata ekonomike në një farë mënyre është e bilancuar. Të rejtë vëmendjen këtu se në ligjin e buxhetit, i cili parashikon një manovër financiare për 27 miliard eurosh, përfshihet dhe ligji për sa i përket shoqërive të Concertor, që prek në një farë mënyrë të rëndësishme dhe shoqëritë e Concertor italiane që janë hapur në Shqipëri. Ky ligj pra është miratuar, është një shtesë në ligjin aktual të Concertor që rregullon, si të thuash, pozitën e punëtorëve të shoqërive Concertor, por dhe limiton zhvendosjen e tyre në vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, megjithësi pra Alba nuk është se ka ndonjë mundësi tjetër, sepse në fakt Pala Shqiptare kishte edhe le të themi një shpresë të fundit për të diskutuar me autoritetet italiane për të bërë diçka që këto biznese le të themi të mos kthehen pas, po të qëndrojnë në vendin tonë. Mendoj se kjo kërkesë që është shumë e vonuar pasi ligji ishte miratuar në Domën e Deputetëve dhe vetë kjo krizë qeveritare apo krizë politike bëri që ligji i buxhetit të përshpejtohej dhe të miratohej në kohë rekord, gjë që nuk ishte parë më parë për Italinë. Pra, brenda 3 ditësh nga kriza qeverise u miratuar ky buxhet siç theve ti, kusht i kërkuar nga presidenti Mattarella për të zhbllokuar situatën e dorëheqjes së Renzit.